Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi zhvillimet e fundit teksa Edi Rama duket se ka hyrë në një kurs për plasje me ndërkombëtarët, konkretisht me gjermanët dhe amerikanët dhe me këta të fundit për sa i përket Porto Romanos. Për të folur për këtë çështje dhe tematika të tjera ne kemi të ftuar analistin zotin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, përshëndetje. Zoti Merkoçi, ju e keni paralajmëruar shpesh në intervista që kemi zhvilluar më parë këtu në Agora News se sa i rëndësishëm është porti i Durrësit, por edhe pjesa tjetër Porto Romano, e cila është bërë së fundmi një mollë sherrri mes Edi Ramës dhe amerikanëve, gjë që detyroi Edi Ramën të tërhiqej nga projekti i mëparshëm. Në këtë rast, çfarë po ndodh mes Edi Ramës dhe amerikanëve? Pa të thënë, me të drejtë që porti i Durrësit do jetë ai që do ju haj kokën çdo politikani shqiptar, pasi aty janë të përfshira shumë dhe interesa janë të përfshirë qoftë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Gjë që shpesh herë tek ju dhe në çdo shkrimtimin unë e kam përgatuar me të madhe. Dhe para si të themi të plasë kjo, se është e herë që anullohet tenderi për ju pa të thënë që NATO nuk ka në hartën e tij, nuk ka Porto Romano, por ka portin e Durrësit. Si pikë strategjike dhe si pikë përdorimi, jo mund të kryej çdo manovër tarake vetëm në portin e Durrësit dhe jo në Porto Romano. Pak herë e kam trajtuar edhe nga pikpamja teknike çështjen e Porto Romanos. Para si e rëndësishme është se nuk bëhen dot zbarkime, siç bëhen portin e Durrësit. Jo vetëm nga këto çfarë thash më lart, por edhe nga shtria gjeografike që ka Porto Romano. Ndërsa porti i Durrësit ka një shtrirje më të gjerë gjeografike, sepse tek porti i Durrësit përdoret në rast zbarkimit të NATO-s përdoret edhe plazhi. Pra merr një gjatësi akoma e madhe. Si gjatësi e portit të Durrësit është një 60 e sa mijë kilometra katror, ndërsa kjo është po thuhet se më pak se sa gjysma e portit të Durrësit. Kjo që do vinë në momenti që do kishte përplasje të mëdha dhe sidomos përplasje të cilat në gjeopolitikën botërore, ka lëvizje të shumta dhe çështja e portit të Durrësit ngrihet si një pikë strategjike për Ballkanin. Nuk është thjesht një port të cilin po e përdorin amerikanët apo vetë NATO, dhe është një port tregtar. Porti i Durrësit nuk është port tregtar, është port strategjik, një port mijëravjeçar, i cili me guximin dhe me indicin e kujt, dhe po të marrim hetimin që duhet bëj spaku, gjën e parë që duhet nxjerrin në parë është se kush e ka bërë projektin e Porto Romanos, pra për ta heq portin e Durrësit dhe për të bërë Porto Romano, gjëja e parë, kryesorja. Pastaj fillojnë aty të investimet e investitorët, kush janë investitorët, cilat kompanie, çfarë përfaqësojnë etj. Duke u nisur nga fakti që një pikë strategjike nuk mund ndërtohet nga asnjë lloj kompanie tjetër, përveç atyre të cilat bëjnë pjesë në Bashkimin Evropian apo në NATO, dhe kryesisht Bashkimi Evropian është në NATO, kështu që nuk mund të kishte kompani të tjera të cilat e bën me qëllim, mund të them, zhvendosin në Porto Romano, sepse e dinin shumë mirë që ai nuk është port për të ndërtuar atë portin e Selanikut, pastaj në Greqi. Pra, ka interesa ekonomike, interesa globale, interesa të klaneve dhe të segmenteve të ndryshme, qoftë edhe të agjenturave të ndryshme, të cilët kërkuan në çdo kush që ta shkatrojnë portin e Durrësit, pikërisht vetëm për këtë, sepse thash
Shqipëria, duam apo s'duam ne, pavarësisht nga ekonomia, pavarësisht se kemi një politikë shkatruese, pavarësisht se nuk kemi as diplomaci, as ushtri momentalisht, por na ka falë Zoti që është pikë strategjike. Dhe duke qenë pikë strategjike, patjetër që ka interesa thelbësore, sepse Shqipëria tek e fundit ka gjithë mes dhemën. Nuk është një vend nga me strategjike, dhe po shohim luftën sot që zhvillohet në mes Tiranit edhe Izraelit e SBA-s, shohim që e gjithë e luftë bëhet pikërisht është një gordian, një pikë strategjike në lindjen e mesme. Kështu që edhe Shqipëria ndodhi në këto kushte. Dhe duke u prishur këto lloj interesash, apo duke nxjerr jashtë lojet, më mirë themi, portin e Durrësit dhe t'ia heqësh NATO-s një pikë strategjike, siç është porti i Durrësit, është shumë e rëndë për NATO-n. Është një sfidë, një disfat e NATO-s. Atëherë Shqipëria është futur kot në NATO, sepse ne nuk kemi ndonjë ushtri apo një ekonomi shumë të fortë vendimase për të qenë pjesë e NATO-s. Ne u futëm NATO-s pikërisht nga pikpamja strategjike që ka Shqipëria. Kështu që automatikisht ai port do vinte momenti që ai port do anullohej, pra ai tende do anullohesh për portin e Durrësit, ashtu siç ndodhi, megjithëse tash kam vite të tëra, të cilët e paralajmëroj që kur ka ardhur Lebari në fillim, që kur doli ai projektu, ne kam denoncuar, por duke pa dhe fatkeqësinë tjetër që opozita nuk ka folur në atë kohë, por vetëm ka bërë disa deklarata fluide, sepse jo pa qëllim ju kam thënë që porti i Durrësit do e hap kokën të gjithë politikanëve shqiptarë. Dhe realisht ashtu po ndodh. Ju si mendoni, çfarë pret Edi Rama në këtë rast nga vetë amerikanët, duke qenë se ai bëri dhe një kërcënim në një konferencë të fundit me gazetarët, duke thënë që i njohim shumë mirë se kush janë dhe se çfarë fshehin dhe do të marrin gishtin mbrapsh nëse i fusin hunët pra tek pjesa e Porto Romanos. Në këtë rast, duke qenë se Edi Rama bëri një hap pas, a kemi të bëjmë me një reagim të ashpër amerikan ndaj tij, apo në këtë rast ka qenë vetë tërheqja e Edi Ramës? Jo, Edi Rama nuk tërhiqej kurrë nga ajo, do ta vazhdonte biles unë mund t'ju them që ai do fillonte të bënte edhe shpërndësimet, biles u kënaqën ata që do bëhej shpërndësimi i asaj prone që ishte rreth Porto Romanos. Zoti Merkoçi, si e shikoni reagimin e Edi Ramës në raport me Porto Romanon, ku u përplas pothuajse me dhomën amerikane të tregtisë? Në këtë rast kemi bëjmë me një reagim të ashpër të vetë amerikanëve, apo është një tërheqje e Edi Ramës sa i përket kësaj çështje? Është tenderi i tretë që anullohet për Porto Romanon. Ky ishte i treti dhe pas shumë përpjekjesh Rama mundua që ta kalonte këtë projekt për 400 milion eurosh dhe të vazhdonte punimin në Porto Romanon, pasi kishte bërë edhe çmimin e tokës aty që e cila do shpronsohesh. Por është një port, atë që tashëm fillim, është një port i cili nuk ka asnjë funksion për sa i përket NATO-s apo Shtetet Bashkuara të Amerikës, po kryesisht NATO-s, sepse atë që kam thënë që porti Porto Romano është një port që nuk ka mundësira zbarkimi, ajo që është nga pikpamja ushtarake, zbarkimi në apo mjeteve ushtarake për sa i përket Porto Romanos. Në porti i Durrësit është ai port i cili i plotson gjitha kushtet edhe kriteret për të qenë një port strategjik, ashtu siç realisht porti i Durrësit është port strategjik. Por duke qenë se Rama ka mendjen tek aferat e tij, duke pas parasysh që hoqi nga nga porti i Durrësit hoqi kalatën e cila bënte shkarkimet dhe e kaloi në Porto Romano, ku kromi realisht vjen nga Kolumbia, vjen drejt për drejt, pa ndaluar nga asnjë. Dhe aty pastaj shkarkohet dhe bëhet seleksionimi i drogës. Kështu që Porto Romano u kthye në një pikë të rëndësishme të drogës,
aty bëhet edhe kontrabandë më e madhe, tashmë se është edhe i pa kontrollueshëm, është një port i pa licencueshëm, se s'ka si dhe licencë Porto Romano. Dhe në këto kushte ky kërkoi që ta bëri tenderin e tretë për ta marrë dhe për ta vazhduar punimet në këtë port. Por me sa duket thash pavarësisht se ngaherë është ajo edhe i vetëm luftë do ta vazhdosh atë betejën. Më vjen mirë, sinqerisht më vjen mirë, jo pse u dogj Rama në këtë pikë, por duhet të kuptojmë një gjë që shpëton Shqipëria, shpëton domethënë ajo pjesë historike e Shqipërisë, se porti Durrësit tek e fundit është pjesë historike e Shqipërisë, dhe nuk di se çfarë guximi do ketë më tashmë Rama të vazhdojë në një kohë të pezullu të gjitha punimet qoftë edhe Talabare që është në portin e Durrësit. Atë që thash qysh në fillim, apo që edhe kam shkruar në porti i Durrësit është pikë strategjike ku të gjithë luftrat apo betejat apo që janë zhvilluar gjithmonë janë zhvilluar nëpërmjet portit të Durrësit. Sepse është një port një strategjike. Mos harrojmë se Shqipëria, kam thënë, pra vazhdoj ta them, Shqipëria është pikë strategjike për sa i përket mesdheut, pavarësisht se sot jemi në këtë lloj situate, në këtë lloj ekonomie, apo s'kemi as ushtrie, as politik, as diplomaci, as gjë, por sinqerisht Shqipëria prapë mbetet në vendi strategjik i Ballkanit kryesisht, por edhe një pikë strategjike shumë e mirë për sa i përket mesdheut. NATO nuk mund të pranojë që një port të tillë ta zhvendosi dhe ta çojë në një mini port themi, jo edhe mini port në pikpamja e vogël, por një mini port i cili nuk i shërben absolutisht për asgjë. NATO-s Porto Romano nuk i shërben absolutisht asgjë. Ka pas tentativa të vazhdueshme të Ramës në marrëveshje me NATO-n, ka kërkuar në çdo takim që ka pasur, ka kërkuar që ata të japin një miratim për sa i përket Porto Romanos, nuk e ka marrë asnjëherë, ka bërë tenderat në kokën e vet dhe pikërisht tashmë jemi në kushte që ai u dozua totalisht, është tenderi i tretë që anullohet. Por ajo që është kryesore me që se Spaku e ka marrë në dorë, domethënë hetimin e Porto Romanos, gjëja kryesore është nëse Spaku do të nxjerrë në dritë se kush e ka projektuar Porto Romano. Kush është ai projektues dhe ideori që unë jo pa qëllim kam thënë që ideatori i prishjes portit Durrësit dhe ndërtimit Porto Romanos është vetë Edi Rama, nuk ka absolutisht asnjë njeri tjetër. Kështu që në këto kushte kemi nuk kemi domethënë se ku shkojmë më keq se sa kaq. Këtu është Bashkimi Evropian që ka ndërhyrë, domethënë ka ndërhyrë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte një raport i cili u paraqit ku ka dalë në Roma e tregtisë amerikane, por realisht nëse do të lexojmë atë raport, ai është i bërë nga Departamenti i Shtetit të Amerikës. Dhe nga vetë NATO besoj edhe NATO do këtë gjithë, kur themi Amerika, që NATO, Amerika nuk ka një tjetër se tjerat janë kopertur. Në këtë rast, a mund të themi se Edi Rama ka kaluar ato vijën e kuqe sa i përket raporteve të tij me NATO-n, Bashkimin Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që vitin tjetër Shqipëria do të jetë vendi që do të pres samitin e NATO-s. A mund të jetë Shqipëria një vend që pret samitin e NATO-s në këto kushte, ku një nga portet më të rëndësishme Edi Rama tenton që t'ua jap kundërshtarëve të NATO-s dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës? Samiti i 2027-s u bë me qëllim në Shqipëri, jo se Shqipëria plotson ndonjë kusht, jo se Shqipëria është në një vend i NATO-s, por duke qenë se Rama është pjesë e kabales dhe pjesë e Sorosit, mos harrojmë se në Europë akoma vazhdojnë qeveritë sorosiane në detyrë dhe mos harrojmë se nuk ndryshon kaq shpejt gjëja. U caktua Shqipëria u caktua si vendi që do bësh takimi i NATO-s në 2027. Me idenë, dhe kjo u pa mjaft mirë kur Stoltenberg kërkoi që të prezantote
vendet e Ballkanit me Trumpin ishte një takim kur Rama nuk e takoi dot sepse iku nuk e lan të takonte, por ishte një parathënie për thënë që ky do bëhet samiti do bëhet tu dhe Rama do të jetë vendi pritës. Jeni sigur që Rama nuk do jetë në atë kohë vendi pritës do jetë Shqipëria patjetër. Por jo me Ramën kryeministër. Nuk e pranon më njëri se ka kaluar gjitha vjet e kuqe, pavarësisht se Rama dhe mundohet me çdo kusht të bëjë atë lojën e bukur kashi Amerikës, atë lëpirin që kërkon ky të bëjë kashi Amerikës, por nuk i jep rezultat. Nuk i jep rezultat sepse bën veprime të pakontrolluara, veprime të nxituara, veprime të cilat e distancojnë nga Bashkimi Evropian. Duket në momentin e parë duket sikur është një favor i Amerikës dhe del pastaj e hapur që ka bërë çdo gjë ka bërë të nxituar apo të bërë në mënyrë personale për përfitimet e tija personale, gjë që asnjëherë nuk japin rezultate. Kështu që ishte si puna e asaj rezolutës i bën për Iranin, në kupton kur asnjë nga vendet e Bashkimit Evropian nuk ka guxuar ta bëj. Ky guxon edhe bën vetëm për treguar atë lëpirin e tij, atë afrimin dhe kërkon, domethënë me çdo, prandaj ja qymi në korridorësh. Mundohet që të futet në çdo brim, në çdo gjë të futet, e kupton, gjej një mënyrë për të futur të gjithë të kam për mbijetesën e tij, sepse thash unë prapi qëndroj asaj besnik asaj çka kam deklaruar që ky ka marrë një themi urdhër nga Kabala për të qëndruar kryeministri i Shqipërisë sepse i duhet një zonë e tillë. Dhe ky po bën atë detyrën, por me këtë që bëri, domethënë me të gjithë veprimet që ka bërë dhe sidomos kashilliku që i bëri për portin e Durrësit, domethënë them se i ka kaluar tashmë të gjitha vjet e kuqe. Ju e shihni që nuk pritet askund, nuk ka absolutisht asgjë. Bashkimi Evropian, domethënë Gjermania kërkoi të bënte edhe një rezolut në emër të Bashkimit Evropian bësh një rezolut kundër Ramës, kundër bllokimit të tij, domethënë, sepse ju shihni që Shqipëria nuk ka, pavarësisht se kanë hapur ato kapitujë, munduan t'i hapin shpejt e njërin tjetrën, po në fund fare pastaj çështja e Ballugut i bllokoi dhe i xherroi, mund të themi që i xherroi të gjithë tentativat e tij për gjithë atë propagandën e madhe, e hodhin poshtë ashtu siç hodhi poshtë tashmë për gjithë propagandën e madhe që ky ka misi të madhe me Amerikën, ky është pjesë e NATO-s, ky është domethënë ajo koka e NATO-s, themi më mirë me thonë direkt e gënjen mendja. Dhe porti Durrësit tregoi pastaj që i xherron të gjitha. Kaq, është shumë e thjeshtë për Edi Ramës, domethënë. Edi Rama do përgjigjet para ligjit. Unë thash, është dosje të cilën tashmë e ka SPAK-u në dorë. Është regjistruar në SPAK, kështu që nuk ka ku shkon. Ndërkohë, një nga vendet më të fuqishme të Bashkimit Evropian, siç është Gjermania, e ka deklaruar qartë se Shqipëria ndodhet në një moment kritik sa i përket procesit të antarësimit, dhe kjo u pa edhe në rastin e Belinda Ballukut, ku Edi Ramës ju kërkua që të mos e mbronte atë në kuvend. Dhe ka bërë që Edi Rama të hyjë në një kurs përplasje edhe me gjermanët. Në këtë rast, çfarë e pret nga vetë gjermanët, të cilët ja bën qartë që të mos i dilte në blok në mbrojtje Belinda Ballukut, pra dhe të mos mbronte korrupsionin në nivele të larta? Narcizmi i Ramës dihet, ai është kthyer në një narciz, një njeri që ka ndërtuar mafia në shtet, normal që nuk pyet më, se ai ecën me rregullat dhe lojën e tij, jo me rregullat ndërkombëtare apo me rregullat demokratike, themi. Ai ecën me atë ndërtimin e shtetit të tij, tash ai ka ndërtuar mafia në shtet dhe nuk diskutohet. Kjo tregon hapet ditatik, nuk ka nevojë ta komentojmë shumë. Por pjesa e gjermane është, mos harroni, këtu ka qenë para 3 muajsh që ministri i jashtëm i Gjermanisë erdhi në SPAK dhe bëri takimin. Dhe ju kam thënë që në Gjermani është çështja e Zibraka, një që dështoi dhe i gjerman nuk e falin kollaj atë lloj dështimi që
që bën sepse ishte një hetimi i viteve dhe kur erdhi puna për ta finalizuar ishte dështim sepse u dekonspiru brenda territorit shqiptar nga policia, nga shikua, nga nuti, nga gjithë strukturat tona. Dhe sot gjermanët kanë në dorë edhe call centrat, hetimin e call centrat ku Olçi Rama është në krye të listës në këtë hetim. Kështu që ky ishte edhe guri tjetër, domethënë, apo themi pika e nxehtë. Rama prandaj është nxjerr me Gjerman në gjopë qëndrimin që mban ndaj Gjermanëve duke i fyer. Është tërbuar madje. Pra duke i fyer dhe bërë. Ai nuk e ka hallin tek Gjermani tek porti i Durrësit apo tek Belinda. Tek Gjermani, apo ja u them prapë që tek Gjermani ai e ka hallin të gjithë tek dosja që ka Gjermani në hetim për sa i përket call center në Gjermani, për legat që janë vjedh qytetarëve evropian nëpërmjet tyre call centra dhe këtë hetim e ka Gjermani. Gjermani nuk mund ta e di tashmë funksionin se si luhet në Shqipëri dhe prandaj tash para 3 muajsh erdhi ministri i jashtëm i Gjermanisë, bëri takimin tek Spaku dhe dosja është drejt përfundimit. Kjo dosja është drejt përfundimit dhe ata nuk mund, Rama kërkon në çdo kusht që të ngrej një alibi kashi Gjermanisë për të nesër për ta quajtur që po bëjnë një sulm personal, themi, edhe të vazhdojmë me atë Republikën e Prokurorëve, siç vazhdon Shqipëri që i quhen Republikë Prokurorësh, tash i kërkon që mos ndërhyjë në punët e brendshme të vendit të mëdhet, thash në një ndonjë kohë që s'ka lidhje fare me punët e brendshme të Shqipërisë, sepse ajo është një aferë e cila është ndërtuar në këtë lloj forme, ashtu siç Rama ka ndërtuar atë aferën tjetër me francezët ku ka ndërtuar një kompani dhe pastaj atë kompani, ja u kam thënë edhe herë tjetër, atë kompani e transferoi në Amerikë, është një kompani jo e dyshim, por është një kompani e cila merr gjithë informacionet edhe lidhur me agjenturën kineze, kështu që Rama është i kapur në të gjitha drejtimet në këtë pjesë. Tashmë ngelet për të parë se sa e zonja është drejtësia jon apo Spaku ynë për të vepruar ka shi një kryeministri edhe pse është në detyrë. Dhe kjo ishte gjithë loja që ai bëri me Bilina Ballukun për sa i përket të vendimit që mori Spaku për pezullimin nga detyra. Ju mund ta keni dëgjuar që ai shpesh herë dhe jo rrallë herë ai e përmend që Spaku mund marrë një vendim edhe për kryeministrin që të lirohet nga detyra. Dhe kështu që ai më tepër ka atë hallin e tij tashmë se si do shkojnë me ndërkombëtarët. E gjithë marrëdhënia që ka Spaku me ndërkombëtarët dhe si do veproj Spaku për sa i përket këtyre aferave të cilat janë të dukshme, nuk është se janë a priori apo konspirative, të themi kjo është konspirative sepse kjo nuk duket, kjo nuk është porti i Durrësit është aty ku është. E gjithë situata dihet se si është dhe nuk ka nevojë për komente. Këtu nuk ka nevojë as për fakte, as për hetim, themi se faktet janë aty, por për hetim nuk ka ndonjë hetim të madh sepse letrat janë aty. E gjithë tendria që aty thash vetëm me idenë se kush e ka ideuar Porto Romanon dhe prishjen e portit Durrësit dhe del çdo gjë del e pastër dhe e qartë që është ideja dhe vullneti i Ramës. Në këtë rast, a mund të jenë gjermanët ata që mund të fundosin Edi Ramën dhe nga ana tjetër sa mund të shërbej, po themi, dosja e Xibrakës, siç e thatë ju, që mund të përshpejtoj fundin e Edi Ramës në krye të qeverisë? Jo, dosja Xibraka është dosja e cila i la deri, po themi, treqereku i aksionit ishte i kryer dhe u bë, nuk themi se s'u bë, por ama ai koka që duheshin kap, dhe duheshin kap flagrant dhe janë ato të cilët iku, një nga ata është i vllai i Ramës. E kuptoj, ju e dini shumë mirë që në Moriqan del që ka kaluar një person po me targa makinës e gjitha, po ky personi nuk identifikohet, po nuk është atë që bëri Spaku si deklarat, që nuk është
nuk është ky, po nuk e kemi verifikuar akoma, po s'është ky, ishte një moment që Ramës i duhesh ajo dhe e bën ata, Spagu e bëri, prandaj them qëndrimi i Spagut që do jetë Gjermania tashmë ka marrë atë liderin e Europës dhe duke qenë pjesë edhe e Bashkimit Evropian, një nga vendet lider të Bashkimit, mos them lideri i Bashkimit Evropian, patjetër që ka një ndikim tjetër tashmë, nuk është më se është themi që dhe Gjermania, ju thash edhe shparë, dhe Gjermania ishte po ajo që kërkoi të bëhesh rezoluta kundër Ramës, por me sa duket akoma vazhdojnë ato kulisat e brendshme, funksionojnë akoma si duket, qoftë edhe me Melonin, që ishte e para që nuk mori pjesë, ai s'ishte dakord për të rezolute dhe kështu që gjermanët e kanë prioritet. Thash, e para herë që e kanë prioritet sepse janë vjedhur shtetasit europian. Dhe përgjigjen për shtetasit europian, jo për Ramën, themi. Por duke qenë se është i vllai Ramës në lojë, ai është në krye të listës në ato aferat e call centerit, patjetër që dalin gjithë hetimet, pastaj mos harroni se s'ka enkorçat, nëse do t'i shihni të gjitha, unë kam thënë me kohë që të gjithë fijet shkojnë, të gjithë grupet, të gjithë fijet shkojnë nga Rama dhe unë jo pa qëllime kam qytë Rama ka ndërtu mafian shtet, nuk e kam qytë kotse. Nuk jam, domethënë që të vej epitetet të kota, apo emërtimet të kota. Por ky e ka ndërtuar vërtet mafian shtet dhe këtë e tregoi qoftë edhe me votimin që bëri për Ballukun. Që nuk pati asnjë vot kundra nga partia vet, e cila arreshtohet në mënyrë unanime sepse nuk kanë as identitet, as karakter, nuk janë politikan, janë njerëz të cilët përfaqësojnë grupe të ndryshme kriminale, mund përfaqësojnë interesat e lidhura me interesat e ndryshme. Dhe nuk janë politikanë, kalamaj, këto kalamaj shven aty, njerëz pa identitet vjen aty dhe ata normal që komandohen, jo se komandohen nga Rama tashmë, por komandohen nga grupimet që ata i kanë vendosur dhe që kanë hedhur para për që në ata në ato lloj postesh. Të kalojmë pak tek rezoluta që miratoi Parlamenti Shqiptar duke cilësuar Iranin si sponsor të terrorizmit. Në këtë rast, çfarë e shtyhet Ramën që të miratonte një rezolut tillë teksas? Një nga vendet e Bashkimit Evropian nuk e ka miratuar rezolut tillë dhe duhet thënë që ne jemi vendi i dytë në botë pas Shtetit Bashkuar të Amerikës që kemi një rezolut të tillë që konsideron gjithë shtetin, pra jo vetëm gardën revolucionare, por gjithë shtetin e Iranit si sponsor të terrorizmit. Nëse do ta keni vënë re lajmin me kujdes në momentin që u miratua rezoluta në Parlamentin Shqiptar, mas 1 minutë e gjys, ishte ministri i jashtëm i Izraelit, i cili e përshëndeti dhe e quajti një rezolut fantastike, një rezolut të shkëlqyer. Kjo Rama nuk e mos harroni vizitat që ka bërë Rama në Izrael dhe aferën korruptive që ka bërë Rama me kompaninë izraelite për sa i përket armatimit, një kompani të cilën NATO e kishte 2 muaj që e kishte nxjerrë jashtë loje, domethënë, dhe pse ishte një Rama i dinte shumë mirë që NATO e kishte skualifikuar atë lloj kompanie, Rama bën kontratë pikërisht me atë kompani sepse Rama ecën me atë iden brillant që kanë shqiptarët, që lobby grek komandon edhe Amerikën, janë të fuqishëm në Amerikë nëpërmjet lobbyt grek, dhe plus pastaj lobby që fut, dhe plus pastaj që ky ka në paradhomën e tij, domethënë këshilltarin e tij ka Izraelit, kështu që patjetër do ta bënte për të treguar dhe për të treguar tek Amerika, jo tek Izrael, por tek Amerika për të treguar afirmitetin e tij, atë ju them këtyre këta mirë që shiten, por ta kërkojnë as kusur. Një gjë që s'ta ka kërkuar gjë. Pse? Sepse është një rezolutë e cila nuk ka efekte. Nuk ka efekte për një arsye të thjeshtë. Ne nuk kemi asnjë lloj marrëdhënie ekonomike me Iranin. Ne nuk kemi asnjë lloj marrëdhënie politike dhe diplomatike. Ne nuk kemi ambasadë i kemi ndërprer marrëdhëniet
diplomatike me Iranin, kështu që ne jemi një shtet që nuk kemi asnjë lloj lidhje me Iranin. Në këto lloj kushe, ajo rezolut nuk të prodhon absolutisht asgjë. Nga pikpamje diplomatike nuk të prodhon gjë. Nuk është një rezolut që do ta ndjekin të tjerët. Jo, thuhet që është iniciuar si kundër përgjigje ndaj sulmeve kibernetike të Iranit. Sulmet kibernetike të Iranit, sulmet kibernetike të Iranit nuk janë sulmet të Iranit, sepse Irani në radhë parë nuk ka pse harxhon dhe para, themi se edhe sulmet kibernetike shpenzim paraje janë, për sa i përket Shqipërisë. Por shifni një moment. Në Shqipëri akshi ka dalë hapur, domethënë që komandohet nga Rama dhe gjithë tendrat, gjithë sulmet, gjithë gjërat bëheshin nga vet akshi, pikërisht për të justifikuar ato tendrat marra mendsi miliardësh që merren dhe ne sot jemi një vend i cili nga pikpamja kibernetike jemi zero absolut. Ne nuk kemi asnjë lloj mbrojtje. Por pse doli, sepse këtu lind pyetja, pse doli ky sulm kibernetik 2 ditë para votimit Belinda Ballukut. Sepse duhet kuptojmë një gjë. Në momentin që kompania apo hakeri deklarohet, bëhet publik, pra ta deklaron që unë sulmoj faqen tënde, duhet dini që ai ka një vit, 2 vit para që e ka sulmuar dhe ka një 2 vjet që e kontrollon atë faqe. Momentin që ai shfaqet, ai është fundi, ose të themi më mirë dalja nga ky sistem. Pra nuk është se u sulmua dite. Ajo faqe ka qenë sulmuar 1 vit përpara, themi. Dhe ai ka marrë të gjithë të dhënat. Pra, por problemi është se si është mundë kaq rastësore ndodhin të gjitha këto sulmet kibernetike. Kur duan të hikin njerëz me precedente penale, kur unë kam denoncuar që në Shqipëri ka qenë kryetari i mafjas së Italisë, të cilin e ka deklaruar vetë prokurori Pulës, njeriu më i rrezikshëm. Dhe çuditërisht ka ardhur në Shqipëri, po ne në atë moment që ai ka ardhur në Shqipëri, jemi sulmuar në mënyrë kibernetike nga Irani, sipas Ramës, dhe ai është futur në Shqipëri. Se kush e ka takuar, kush e ka pritur, kush e ka përcjell me kë kandidat, kë ka vajt nuk ka asnjë lloj informacioni. Por edhe kur ka dalë nuk ka asnjë lloj informacioni dhe juve ju kujtohet shumë mirë. Që çuditërisht pikat kufitare të Shqipërisë nuk punonte se na sulmonte Irani. Po mirë, ky Irani ka vetëm ne e pas kë. Dhe ne jemi një vend kaq shumë, sa ne jemi ajo pika e globit ku i kemi çdo gjë, çdo informacion, kemi ne që do të na sulmojnë ne. Po kjo është loja e tij dhe për të vënë një etiket dhe për të treguar dashamirës me Izraelin, për të afruar me Izraelin, arriti që t'i mush mendjen budallëmin në Shqipëni se Irani po na sulmon, kur Mekën e ka këtu, se Spaku nuk shkoj në Iran të kontrollet e Iranin, po më duket se ka spakoj tek Mekka. Dhe aparaturat ja u ka marrë atyre. Po ti nëse Irani në tërësinë e tij e paraqit si një sponsor, një shtet që sponsorizon terrorizmin, atëherë ti duhet të kishe kap më në natës edhe këta që janë opozitë. E Irani duhet të kishe nxjerrë për jashtë. Se edhe këta bëjnë pjesë të shtetin e tyre. Se nuk janë të ndarë. Se ti thu shteti iranian. Atëherë shteti është edhe opozita. Jo, thot struktura aktuale shtetërore. Struktura aktuale shtetërore është edhe opozita. Edhe në Shqipëri, ta kuptojmë pak më drejt, vërtet komandon Rama. Po strukturë shtetërore është edhe opozita. Se nëse nuk është opozita në strukturë shtetërore, atëherë kemi mono. Si që ka kjo? Apo kur duam ne e qyjmë opozitën strukturë shtetërore, kur nuk duam nuk e qyjmë, sipas interesit. Po, në këtë rast sa rrezikohet Shqipëria, apo nuk merret parasysh fare nga Irani, duke qenë se nuk përbën asnjë lloj rëndësie strategjike dhe gjeopolitike?
Dëgjoj, unë kam dëgjuar edhe budallin këtu që thonë do sjellë Irani raketa. E kuptoni se çaj idiotësisht thonë në Shqipëri. Se dalin edhe vjen keq se majnë edhe grada generali apo të ushtrisë, apo mjetet të informimit. Edhe dalin thotë do godasi Irani me raketa Shqipërinë, a jeni vetë apo s'jeni vetë? Një raketë bën 1 milion euro. E që të cili këtu duhet cili ja 4-5, se me një nuk e bon. Në të hargjojnë 4-5 miliard lek për qa? Për Shqipëri? Qa ka Shqipëria? Qa? Po këto duhet të krejojnë ato incidentet, ato gjërat të stisura. Po them janë gjërat të stisura nga vetë Rama. Për të krijuar atë dhe për të treguar që ky është ai lideri, ky që i kap, ky që i bën, ky që çfarë vlerë ka? Çfarë vlerë juridike ka kjo? As lloj vlerë juridike. Çfarë vlerë diplomatike ka? As i vlerë diplomatike. Atëherë për çfarë bën? Na tregon për veten e vet. Për të bashkuar sa më të afër Amerikës apo Trumpit, për t'i treguar që unë jam me ty dhe për t'i bërë qefin Izraelit. Të thash, si është e mund me 1 minutë e gjysmë mbrapa del ministri i jashtëm i Izraelit. Po mi si nuk doli në një vend tjetër ta falenderote për këtë nisëm kaq të madhe? Absolutisht. Po pse s'bën rezolut për Kosovën? Për genocidin që ka Kosova. Pse nuk e bën? S'ka bërë Për çamë, për genocidin çamë. Jo, po më them për Kosovën. Për Kosovën, genocidin sërb. Në Kosovë janë me mira të humbur, që si duhen varë nga genocidi sërb. Dhe ky s'ka bëjë rezolut, ky s'ka puthet me Vučićin. Bën rezolut ky, për çfarë? Për Iranin. Iranin gjën një luftë erdhi sulmoi parlamentin tat. A jeni vetë apo s'jeni vetë? Ç'është kjo? Po thash, ka ca manikin aty. Ca njerëz që komandohen. Nuk janë as politikanë, as drejtat shejtan. E ngrej kartonin aty edhe e bën ai, e realizon atë. Por vlerë politike dhe diplomatike nuk ka absolutisht asnjë vlerë. Tash marrën e traktarën me Iranin, s'kemi ç'a punë i prish Iranit se bëre ti këtë lloj rezolute. Ka janë ato skifizma që bën Rama dhe kaq, asgjë më tepër. Zoti Merkoçi, si e shikoni lëvizjen e fundit të Edi Ramës së bashku me Aleksandar Vučić që shkruan një letër në gazetën gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung për procesin e integrimit të Shqipërisë, më saktë të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, dhe ndërkohë nga ana tjetër ditën e sotme Vučić ka dërguar ushtrinë serbe në kufi me Kosovën dhe ka alarmuar, po themi, edhe sigurinë e Kosovës. Në këtë rast, çfarë ndodh me Edi Ramën që nga njëra anë hiqet si patriot, nga ana tjetër bën letra të tilla bashkë me Vučićin për integrimin në BE? Tek integrimi në BE, Rama ishte me një gurë të vrasëm 2 zoj që thonë kësaj, sepse e pare i që futja duhet pak më ndryshe ajo futja e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe futja e Shqipërisë dhe lënia jashtë e Kosovës. Nuk do të harrojmë në asnjë çast. Pavarësisht se ju pëlqen apo si pëlqen njerëzve, unë e kuptoj shumë mirë, por harta politike e Europës nuk e ka hequr Kosovën nga Serbia. Me keqardhje them, por kjo është e vërtetë. Ata që shkojnë, unë e kam thënë disa herë, ata që shkojnë atje në Europë, flas për politikanët shqiptarë, që shkojnë e grihen atje në Europë, nuk e kanë ngritur asnjëherë këtë çështje. Dhe harta politike flas. Bashkimit Evropian, Serbia është me Kosovë. Biles Kosova shkruhet Kosovo. Kjo është fatkeqësi për ne. Putja e Ramës dhe Vučićit
në këtë letë kërkesa pra e këtyre për të futur në Bashkimin Evropian, do të thotë që të nga të harroj urva. Ne, në asnjë mënyrë nuk do të jemi në unison me Serbinë, jo pse nuk do të jemi në unison me Serbinë, por duke qenë se ne kemi një konflikt territorial, siç është Kosova, dhe për sa kohë Kosova nuk është e njohur si shtet nga Kombet e Bashkuara, automatikisht ne nuk do të bëjmë asnjë veprim me Serbinë. Pra që të shkojmë në linjën e Serbisë. Rama ka vajtë gjithmonë në linjën e Serbisë. Dhe Rama e ka vërtetuar këtë që është në linjën serbe. Dhe për sa i përket trupave të cilët ai Vučići i sjell dhe gjoja asaj stërvitjes ushtarake që ka bërë, apo demonstrimi i avionëve me raketa të cilët janë raketat e tipit fundit të cilët janë montuar MiG-29, raketat të cilët nuk shkojnë më tepër se 2500 kilometra, pra e që përfshin vetëm Kosovën, nuk shkojnë më tepër ato. Ishte një demonstrim i hapur force dhe reklamim i armatimit si një kundërpërgjigje e marrëveshjes së Shqipëri, Kosovë, Kroaci. Një reagim ka dhe Kroacia, përsa i përket, sepse këta vërtet, këtu tregon ajo që këta nuk kanë asnjë lloj ideje, se këtu vërtet që ti ke bërë një marrëveshje ushtarake Shqipëri, Kosovë, Kroaci, por qoftë Shqipëria, qoftë Kosova, qoftë Kroacia nuk marrin armatim të përbashkët. Çka do të thotë nuk kanë të njëjtin armatim. Nëse ti je në një linjë, do marrësh një armatim. Pra Kosova e merr në Amerikë, ne marrim në Izrael, Kroati e merr në Francë, hajde gjej tash lidhi këto tre armët lidhi bëj bashkë. Pra, do të kesh edhe një strategji ku ndërton një marrëveshje. Një strategji të cilë këtyre i ka munguar, sepse këta nuk kanë absolutisht asnjë lloj ide. Këta e bëjnë dhe Rama këto i përdor vetëm për show. Mirë po, duam apo s'duam ne, shtetet e tjera nuk janë shtete showmeni që të bëjnë show. Sepse ata bëjnë politikën e shtetit tyre dhe vazhdojnë në drejtimin e shtetit tyre. Kështu që jemi në këtë lloj kuadri. Pra Rama i drejtoi atë që unë e thash që Rama kërkon 3 si lypsar në paradhomën e Bashkimit Evropian, që është turp për një vend, që të kërkoj të qëndrojë në paradhomën e një dhoma sekretare, si thash, do të rikë dhoma sekretare, është turp. Po me këtë Rama kërkonte me çdo kusht që të trumpetonte atë hapjen e 27 kapitujve, me hapi 27 kapitujve, sigur të hapësh 27 libra mos lexosh asnjë. Në një të gjë, hapi 27 kapitull, problemi është ati mbyllësh. Pra, libri mbaron kur e mbyll, kur e lexon, e mbyll atëherë quhet i mbaruar, nuk quhet se e hape. Dhe Rama ka bërë vetëm hapje. Po s'ka bërë asnjë mbyllje. Dhe ajo që është kryesorja, kush është drejtësia? Dhe me drejtësinë çfarë i thanë Europian? Nëse ti do vazhdosh ta mbrosh të lloj linje, pra të mbrosh balluku, mos ta lejosh që të merret nga spaku, atëherë të gjithë këto kapitull do të cerrohen. Ata e thanë një bëjmë 2. Nuk bën ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Ky vazhdoi në teorinë e tij, që ky është njeri, dhe prandaj ka marrë një italian edhe një francez për të ndryshuar kodin penal. Gjoja i ka marrë ekspert nga Europa, nga Bashkimi Evropian, dhe për turp të këtyre që mbajnë veten profesora, doktora në Shqipëri për jurisprudencën, që pranojnë që të vinë të huaj të bëjnë kodin. Pra, kaq të paaft janë, ashtu si që ishin të paaft në bërjen e reformës në drejtësi, ku isha i vetmi që kundërshtoja, i vetmi
nuk dalin, të dali kush të doj, sot dalin me diun, që dalin sot, por të dokumentuar, me shkrimin gazetësh, me seminar, me filmime, me çdo gjë i kam unë, nuk i ka njëri tjetër, të dali dikush e të nxjerrë. I vetmi që luftoja. I vetmi që kam dalë kur kanë bërë ndryshimin kushtetues dhe votu kushtetues, ju thash, faleminderit se na vendosën diktaturën. S'ka njëri tjetër. Të tjerë dalin sot, si kofile pas vjerëve. Se dalin bazë interesit. Ke pa deri të ishin pro reformës, sot, kur ishin dalin kundra, ose ishin kundra, i merë Rama i fut në për detyra, bëhen pro. Kjo është situata në Shqipëri. Prandaj dhe duhet të nevojnë për diplomat. Ne nuk kemi linjë diplomatike. Ne nuk kemi një strategji diplomatike. Se ku do shkojmë, kush janë aleatët tamë. Ne sot i kemi aleatë. Nëse del Rama thot Turku është aleati kryesor, pastaj partneri strategjik në bëhet Italia, pastaj Amerika, pastaj Franca, pastaj kthehemi ke Gjermania, dalim te Kina, dalim ke Serbia, dalim ke Greku, pra ne nuk dim se ku jemi. Nga pikpamja strategjike e politike shqiptare, diplomacisë shqiptare. Dhe prandaj kemi ardhur në këtë lloj forme, në këtë lloj situate. Pra ne Shqipëria nuk ka as miq, themi as armiq. Se nuk ka interes njëri për ne. Keni pa ju kompani të fuqishme të vinë të investojnë në Shqipëri? Jo. Pse? Sepse mungon ajo që e kam thënë. Siguria juridike. Se siguria juridike u kthye në siguri politike. Rama e vërtetoi që siguria juridike në Shqipëri është kthyer në siguri politike. Pra, nuk ka rëndësi se ti është ke ligjin. Ty të mbron partia, të mbron politika. Nuk është puna e ligjit, është puna e politikës. Dhe këtu kemi arrit. Mirë, në një vend ku nuk ka siguri juridike, mund të vijë njëri të hedhë para. Pse mirë para? Flas gjithmonë kompani të fuqishme dhe kompani serioze. Dhe jo kompani offshore që vinë nga bankat offshore. Jo kompani që nuk i dihet emri se ku janë. I vjen ca gëra, bëra, ara, mëra, lëra, edhe e quajnë kompani. E po ti vesh re gjithë kompanitë shqiptare që janë me emra të huaj, që mos merren vesh se çfarë janë. Kështu që në këtë lloj situate edhe ky kërkon gjej partner. Është prish me Europën, e përplaset prapë Vučići. Dhe prapë me Vučićin të bëj letër ky me Vučićin. Çfarë lidhje ka ky të bëj kërkesë me Vučić? Kush është arsye? Mund ta bëte me Malezi, mund ta bëte me po Malezi ju hap, ju mbyll. Po Malezi është hapat përpara tash. Ne as me Malezi nuk jemi. Po ky ka gjetë atë vllajën e vet, se kështu i thotë ky, ka vlla Vučićin, ka gjë. Dhe ne në drejton një njeri që nuk ka asnjë lidhje me kombin shqiptar. Unë me keqari edhe. Po ky s'ka lidhje as në gen, as në fis, as në gjak, nuk ka lidhje me Shqipërinë. Dhe këti pranesi dhimë se Shqipëri. Zoti Merkoçi, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.